Propaganda e Parisit nuk kalon. Nëse doni me ndëgjuar të vërtetën, e kësajna që u bë temë virale për projektin e Lupçit, ju kisha ftu me këshyr çet video bashkë me mu deri në fund, pastaj kam do fjalë për këtë vit. Ky projekti gjigant që kam përru dje, një det ma vonë edhe që kë ju ka dështu. Dje e këshin bush vijen me ujë, edhe hapën ministri bashkë me kryetarin e komunës, edhe u jetëshin orat. Sot e hap lirisht as një pikë. Uji lëshohet te diga atje në bazë të nevoja dhe kërkesa të fermerëve. Ajo lëshohet në mekanizmin e ka, si lëshohet sasia, më e madhe dhe më e vogël. Jo ku sasia shumë e vogël, se na nuk kena dashur përderisa su përfundu hala projekti, komplet nuk u bë pranimi teknik dhe su përfundu vetëm një sasi të vogël të ujit me bot pestin dhe ka funksionuar shumë mirë. Kështu që u nal edhe sipas nevojës banorët vetë lëshojnë. Ka nevojë për shembull 10 banorë që një sasi më të madhe, ka nevojë më. Apo e sheni që propagandat e cucllav asnjëherë nuk më lën me kalu. Sepse këta realitetin çdo herë mundohen me deformue por 2 vota më shumë. Sepse na kanë vjedh për 20 vjet e mundohen që me ardhe 20 vjet tjera më na vjedh pra. Po s'kan me mujt se populli nuk han kash. Edhe e ka kuptuar që kush është i drejti edhe kush është ai çarrak. Prandaj me 7 qershor delni e votoni Albin Shqiptarin.